Po shikoja me vëmendje videot e këtyre dyve dhe situatat e këtyre dyve, Eugenie dhe Angelos, dhe thash me vete, po pse mër çuna, pse mër Eugene, pse mër Angelo, çuna të ri dhe kanë zgjedhur të bëjnë një Big Brother të voçkët atje, dhe domon të ulur aty bashk, bëjnë ato skemat qosheve, skutave, domon nuk e di, pra domon këta skema gjitëm ta strategët e mëdhej këtu tashi, pra Napoleon Bonaparte dhe Jules Cezari këtu, duke nda botën në territore. E kupton, duke thënë që shiko, këtej nga Rusia këne duhet ta kemi ne, dhe nga Italia dhe andej duhet ta kenë ata, po duhet ta marrim dhe i çik edhe San Marinon. Po ç'a bëni më çuna? Po pse më vlla? Pse ku e keni pa këtë lloj Big Brotheri? Nuk e kuptoj ku e kanë pa këtë lloj Big Brotheri, që ulen të dy dhe i bëjnë skemat me gojë. Tani o ço bëj me veprim, o ço vërin punë dhe nxi jetën tjerëve, ose kështu me gojë, si t'ja bëjmë të marrim atë, me kë mendon ti se jam unë, me kë mendon ti se je ti. Po ti si mendon? A du t'i themi asaj, shiko, ta marrim atë, ta heqim atë, ta bëjmë. Ç'ash më kjo? Dy çuna të rinj, vend që t'jenë aktiv në shtëpi, duke i bërë gjërat, ulen te qoshja atje, te kafja, pinë dhe kaj cigara, bukur, edhe diskutojnë me njëri tjetrin për skemat që duhet të bëjnë. Çoni, Cezari dhe Napoleon Bonaparte, çoni, lëvizni. Unë se di ku i kanë majtë të shënime, nuk e di.